ndodhi problemi që hyra në burg edhe mos mu burri. Atë ditë që unë më futën në burg, ma bënë një si qike. Pse u futën në burg për ata që nuk e Unë isha djali i vogël, kishte bleni vetur edhe me të fejuarën e tij ka shku në Shqipëri. Unë edhe djali i madh, Rahmet Liu, sot i pas djes në shpirtin e tij. Dhe ishim në shtëpi, erdhen policia speciale, 30 veta, e bastisën komplet shtëpinë, se ndanik ne i bonën një ramje psiqike, një tronditje psiqike djalit, vetëm për një shkrim se nuk deshti. Unë e thash, aman Ahmet, thash, këta kanë ardhur me mburgos mu, thash, për terrorizëm, po më akuzojnë për terrorizëm, të lutëm jepe në shkrimin, mos që ka qenë prezent, po e lypke kopin e nënshkrimit. Thash, amani, thash, se dhe ti kime ardhë bashkë me mu, kime u akuzu për terrorizëm, e tjera. Pastaj, kur shkon në policia mu morën, më futën në burg, dhe burri im ishte në zyre. Unë 3 muaj ditë me gjithë arrestin e kam pas. Kam qenë e dyshuar për kryerjen e veprave terroriste, po falë drejtësisë Kosovës, organeve drejtësisë. Ata pa marrë parasysh që shumë kanë vujtur, shumë më janë bë pa drejtësi, me paragjykimet, me investigimet e tyre të jo të drejta, ma mirë është me investigu njerë personin, e mas ta ne mja qitë prangat, jo mja zbeh autoritetin, mja abuzu autoritetin, sa që unë që 4 vjetë jam pa punë. Edhe pse drejtësia mu më ka bot pafajshme, ka nxerë do me thonë argumentet e ti që jam e pafajshme, jam e lirum edhe prez dëm shpërblimin, tash ky vit është për me marrë dëm shpërblimin, por rasti i burrit që thash, ato e kam dasht shumë, ma murë zoti edhe atë dashni, sepse a ishte në zyre edhe policia me 2 thirrje telefonike, djali juaj e kanë ndërpre, jemi nga policia e ndërpren, burrit i ratë fikt. Edhe një herë mas 15 minuta tha, djali ju i madhi, Ahmedi, s'ka mund me të lajmëru, por ne ishim në shtëpi, e kemi bastis shpinë, tash e ki gruan burg. A edhe një herë i ratë fikt, edhe kështu që e ka fitu smujën e Parkinsonit, për fat keq tash është faza e dytë, dhe këto janë shumë dhimbje që kam mundësin materiale, kam shtëpin që kushton 300.000 euro, por nuk kam mundësin që ato me shëru. E këtu e ndi pak veten fajtore, sepse operacioni ti kushton 30.000, 40.000 euro për Parkinson, këtu në tru, diçka për dopamin e tjera. E kjo më prek ma shumë ti që unë jam në gjendje tash me shit kompletat shpinë, që e kam, vetëm me shëru këtë dashnin e parë që e kom pas edhe qofte fundit. Edhe kjo pra e kam hupe, në realiteti jo, nuk e kam hupe dashnin, burrin as djalin, po ata vetiu ma kanë kthy shpinën, edhe kam thënë vetit, o zot, djali ky tjetri më vdiq. Ky tjetri tha, mamë, tha, po e du privatsin. Burri u smu. Vajza, disa probleme që nuk dua t'i shfar. Edhe thash prit pakës. Thash unë o zot, ty të pas kam haru. Unë krejt që ka pas kom bo në këtë jetë, pas kom bo për njerëzit, edhe ato aktivitetet humanitare, edhe në përshoqata, edhe me gratë që ja kam shëru zemrën, i kam dy mu krejt për njerëzit. Thash o zot, po unë kur gjos pas kam bo për ty. Në momentin kur ma kanë kthy krejt shpinën, atër kom thënë që kom gabu. Edhe sot i tham vetes që kur gjo, edhe gjithave që imse, kur gjo, asë një send mos e bon për njeriu. Njeriu nuk e meriton, qoftë edhe gruaja jote nuk e meriton të mirën tënde. Shumë të në raste. Burri nuk e meriton, djali, vajza nuk e meritojnë, po që ka me bo atër? Atër ki me bo, çdo send o zot, unë po e bëj këtë shërbim burrit tim, gruas time, për shkak se është krijesa jote. Dhe kështu, kur e bon çdo gjë në jetë për hir të Zotit, të gjithë pastaj të afrohen sepse ti krijon një qëndrim, krijon një autoritet që djaliem, unë ty të kam e vlat, po veprat e tua nuk po më pëlqejnë. Vajza ime, do me thënë nuk mundesh ti me shkëput, është e pamundshme dashuria e nanës më shkëput prej fëmisë, por zban edhe dashurinë tënde me ia fal çdo kujve. Shërbimin tënd, shpirtin tënd, vujtjet, gjumin m'ia fal punës.
sepse puna e tepër të shkatron. Por që kur jemi tek fëmijët edhe tek familja e ngushtë, sakrificat gjithmonë janë më të mëdha, si nga aspekti nënës. Po, ama jo flijim për ta.